Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar masive duke goditur në vetëm 24 orë disa aktivitete kriminale në kryeqytet, fal kontrolleve të kryera nga Komisariati i Policisë numër 1 në bashkëpunim me seksionin për hetimet e narkotikëve. U zbuluan 2 raste të shitjes së lëndëve narkotike si ekstazi, kokainë dhe kanabis sativa, si dhe 2 subjekte ku shiteshin lëndë narkotike dhe zhvilloheshin lojra fati. 3 persona janë arrestuar gjatë operacionit, një 37 vjeçar me inicialet EA në automjet dhe banesat të cilat u gjetën sasi të konsiderueshme lëndësh narkotike, me qëllim shitjen dhe 2 persona të tjerë të dyshuar për moskallëzim të aktivitetit kriminal. Një 21 vjeçar u kap gjithashtu me doza kanabisit të gatshme për tregtim. Gjithashtu, policia ka proceduar 2 shtetas dhe ka shpadur në kërkim një 33 vjeçar me iniciale AP, pronari një lokali ku u gjetën tavolina për lojën poker. Materialet e mbledhura për të gjitha rastet janë dorëzuar pranë prokurorisë së Tiranës, e cila do të kryejë veprimet e mëtejshme ligjore. Operacioni masiv tregon përpjekjen e vazhdueshme të policisë për të goditur trafikun e drogës dhe lojrat e palishme në kryeqytet.